Mortis është një vrasës, dhe forca e tij më e madhe është aftësia për të eliminuar të gjithë ekipin kundërshtar. Vetë. Por ajo që e bëri atë. Një nga bralerat më të njohur dhe më të luajtur në lojë, është fakti që ai është i vetmi që mund të shënojë një gol të tillë në Braille Ball. Në rregull, së pari, për ata që nuk e njohin Mortisin, do t'ju tregoj shpejt si funksionon ai. Sulmet e tij janë ato që i quajmë dashes, që do të thotë se ai lëviz përpara në të njëjtën kohë që sulmon. Superi i tij shkakton dëme dhe të rikthen shëndetin sa herë që godet një armik, dhe nëse kalojnë 4-5 sekonda pas sulmuar, një tregues do të mbushet dhe sapo të mbushet plotësisht, do të dyfishojë distancën e dashit tëm të ardhshëm. Mortis luhet kryesisht në Braille Ball, Game Grab dhe Bounty. Për Star Power, të këshilloj të marrësh Sneaky Serpent. Kjo do të lejojë të rikuperosh dashin e gjatë shumë më shpejt. Për pajisjen, zgjidhni shovelin e mbijetesës. Të ndihmon të ringarkosh goditjet shumë më shpejt dhe me që Mortis ka një shpejtësi ringarkimi shumë të ngadalë, është shumë i dobishëm. Për ingranazhet, merrni dëmtimin dhe mburoja. Në disa situata, të tjerat mund të jenë të luajtshme, por në shumicën dërmuese të rasteve, këto dy janë më të mirat. Ja si duket bujti i plollë. Dhe tani, më mbetet vetëm të mësoj si të luaj me të. Sipas mendimit tim, kjo është pjesa më e rëndësishme, dhe tani është momenti kur duhet të jesh më i vëmendshëm. Për të luajtur mirë me Mortis, ndiq një rregull shumë të thjeshtë, përdor gjithmonë superin ndaj disa kundërshtarëve njëkohësisht. Ka dy arsye për këtë. E para është se, me që Mortis sulmon nga afër, ai do të marrë patjetër dëme. Prandaj, të shërohesh është jashtëzakonisht e rëndësishme, dhe të kujtoj që sa më shumë armiq të godasësh, aq më shumë shërohesh. Arsyeja e dytë është se sa më shumë armiq të godasësh me superin tënd, aq më shpejt do të rimbushet ai. Deri tani nuk kam dashur të jap shumë informacione për të mbajtur mend, por për atë që do të them tani, fatkeqësisht është thelbësore. Kur fillon ndeshja, duhet të godasësh 5 armiq për të zhbllokuar superin tënd të parë. Kjo nuk është absolutisht thelbësore për të mësuar, por gjithmonë është mirë ta dish. Kur e përdor superin tënd vetëm ndaj një personi, duhet të godasësh 4 armiq për ta zhbllokuar sërish. Nëse e përdor ndaj 2 armiqve, do të duhen vetëm 2 sulme, dhe ndaj 3 armiqve do të duhet vetëm një sulm. Ka një trup të vogël për ta rimbushur më shpejt. Meqense Mortis ka një sulm me zonë, ai mund të godasë disa armiq me një sulm të vetëm. Pra, siç mund ta shihni, ju mund ta rimbushni superin tuaj disa herë. Problemi që do të hasni shpesh është se, për të përdorur superin ndaj disa personave, ata duhet të jenë në një vijë. Dhe siç mund ta prisni, ata nuk do të jenë gjithmonë të rreshtuar. Por siç thon, çdo problem ka një zgjidhje. Dhe për këtë problem, zgjidhja janë vijat tuaja. Thjesht duhet të përdorni dashin për të pozicionuar veten në këndin e duhur ku armiqt janë të rreshtuar. Sigurisht, kjo është thjesht një ndeshje miqësore, por tani do t'ju tregoj disa veprime nga loja e vërtet që ta kuptoni edhe më mirë. Në këtë situatë, ende nuk mund ta shihni, por kishte 2 armiq në shkure, ndaj vendosa të bëj dash të frang. Dhe tani, siç mund ta shihni, kam një kënd perfekt për superin tim. U përpoqja ti godas të 3, por godita vetëm 2 armiq, që gjithsesi është shumë mirë për të qenë i sinqert. Pra, nëse i kushtuat vëmendje më herët, më duhen 2 sulme për ta marrë sërish superin tim. Siç pritej, bëra 2 sulmet e mia, mora superin përsëri. Dhe këtë herë, arrita ti godas të 3. Kështu që këtë herë, më duhet vetëm një sulm. Bëj sulmin tim dhe sërish arriti godas të 3. Dhe fal 3 superave që realizova, ata tashmë nuk kanë më shëndet, ndaj më mbetet vetëm ti përfundoj vrasjen. Në këtë situatë, ende nuk e kam superin tim, por më duhet vetëm një goditje për ta marrë. Kështu që e qiroj superin dhe e përdor ndaj 2 personave. Normalisht më duhen 2 dashe për ta marrë përsëri. Por siç përmenda më herët, nëse godet 2 armiq, me një dash, superi yt do të karikohet 2 herë. Pikërisht këtë bëra këtu. E përdora superin përsëri ndaj 2 personave. Përdora një dash për ta vrarë mizin. Dhe tani do të përballemi me një situatë shumë specifike, ku do ta përdor superin tim vetëm ndaj një personi, sepse nëse spike vdes, kjo na garanton një gol. Pra, në këtë rast, ja vlen, tani. Që tashmë i di më shumë a më pak kombinimet me Mortis, fatkeqësisht kam disa lajme të këqija. Nuk mund të sulmosh çdo që të dalë përpara. Në Brawl Stars ekzistojnë ato që i quajmë përballje, që do të thotë se ka bralera që kundërshtojnë të tjerët. Për shembull, nëse përpiqen të sulmojnë një shelli që ka superin, nuk do të përfundojnë mirë fare. Kjo vlen edhe për një nani ose një gale.
Pra, shkurt, ka shumë gjëra që duhen ditur për përballje. Ti shpjegoj të gjitha një nga një do të kërkonte shumë kohë, por do të përpiqem t'ju jap përmbledhjen më të thjeshtë të mundshme. Ndër bralerat që duhet t'i shmangni janë para se gjithash ata që shkaktojnë shumë dëme për një kohë shumë të shkurtër, si bull, shelli ose një grif me superin e tij, për shembull. Problemi me këtë lloj braleri është se ata mund të të vrasin para se të kesh mundësi të shërohesh. Prandaj, nëse keni mundësi zgjedhjeje, përpiquni t'i shmangni ata sa më shumë të mundeni. Ka edhe bralera që të pengojnë të sulmosh dhe beso nuk do të doje kur të luajë kundër tyre. Kur përfundon në përleshje të afërt me ta dhe nuk mund të sulmosh më, të vjen vetëm të qash. Kështu që këta duhet t'i shmangni patjetër. Më pas, ata që të shqetësojnë pak më pak, por që prap janë shumë bezdisës, janë bralerat që mund të shtyjnë mbrapa ose të tëmpinë. Për ta përmbledhur pak, nëse janë vetëm përballë teje, mund t'i sulmosh, por nëse janë afër shokut të skuadrës apo diçka të tillë, bëj kujdes sepse mund të sulmojnë të dy dhe të vrasin para se të kesh mundësi të shërohesh. Vesilloji i fundit bezdisës i bralerave janë të gjithë ata që kanë shumë lëvizshmëri ose që mund të ikin lehtësisht. Me ta është e njëjta gjë, nuk të kundërpërgjigjen domosdoshmërisht, por të pengojnë që të godasësh superin tënd mbi disa persona njëkohësisht. Pra po, nuk është as pak ideale. Duke dëgjuar gjithë këto, ndoshta po pyesni veten çfarë ka mbetur, por mos u shqetësoni, tani do të flasim për bralerat që mund t'i kundërshtoni. Së pari janë ata që hedhin nga larg. Shumë shpesh ata janë të dobët në luftë të afërt dhe mund t'u afrohesh lehtësisht. Ndaj mos hezito t'i sulmosh gjatë gjithë lojës nëse ke nevojë. Pastaj janë bralerat që nuk bëjnë shumë dëme dhe në fakt ka mjaft prej tyre. Pra për ta, është e njëjta gjë, ata janë objektiva të shkëlqyera për ty. Ka edhe bralera që kanë shumë pak shëndet dhe mund t'i eliminosh me 2 ose 3 goditje. Dhe në fund janë ata që kanë vonesë me sulmeve të tyre, ose që qëllojnë me breshëri. Për këta është pak më e ndolikuar sepse mund t'i sulmosh dhe të shmangësh goditjet e tyre në të njëjtën kohë, por nuk është aq e lehtë. Gjithsesi, kërkon pak praktikë. Por mos u shqetëso, të gjitha këto do t'i mësosh natyrshëm sa më shumë të luash. Prandaj, nëse je fillestar, mos u shqetëso nëse vazhdon të humbasësh në lojën tënde të parë. Është normale, të gjithë kanë kaluar nga kjo dhe thjesht nuk duhet të dekurajohesh. Sa po pam që nuk mund të sulmosh çdo, por me Mortis ka 2 gjëra të rëndësishme për t'u vënë re: pikët e jetës së armikut dhe municionin e tyre. Në varësi të këtyre 2 kritereve, ka bralera që zakonisht të kundërshtojnë, por që mund të mos jenë aq të rrezikshëm në disa raste. Le të marrim Jaçken si shembull. Siç mund ta shihni, 1-1 nuk kam pothuajse asnjë shans, por Brawl Stars nuk ka të bëjë vetëm me duele 1-1. Po, duket se po mbietoj, por prap, tani për tani nuk jam shumë i sigurt. Gjithsesi, është e mundur që një nga shokët e skuadrës tënde t'i ul Jaçket jetën, dhe në atë rast jeti ai që fiton, jo ajo më. Kjo ishte për pikët e jetës, të cilat janë mjaft të lehta për t'u dalluar, por siç përmenda më herët, kjo vlen edhe për municionin. Për t'u kthyer te shembulli i Jaçket, një Jaçket që nuk i ka mbetur më municion, nuk mund të bëj dëm, kështu që ti fiton automatikisht. Por që ta dish këtë, duhet të jesh në gjendje ti numërosh dhe e pranoj që nëse sapo ke filluar, nuk është gjëja më e lehtë për t'u bërë. Por thjesht përpiqu të mbash mend që një braler që normalisht të kundërpërgjigjet, nëse nuk i ka mbetur më municion ose jetë, nuk të kundërpërgjigjet më. Kështu që varet nga ti të jesh i duruar dhe të presësh mundësi. Tani do të flasim për gjithçka që mund të bësh me topin në Brawl Ball. Për këtë pjesë do ta bëj në 2 hapa. Fillimisht do të tregoj gjithçka që është e mundur të bëhet me Mortis dhe pastaj do të jap disa situata ku do të ndalem, që të provosh vetë të kuptosh çfarë duhet bërë. Gjëja më e thjeshtë është thjesht të hedhësh topin dhe të bësh dash në të njëjtën kohë. Mjafton të trokasësh 2 herë në të njëjtin vend dhe do ta realizosh pa shumë vështirësi. Duhet ta dish që ka edhe një variant tjetër. Mund ta bësh edhe kundër murit, por nuk ta rekomandoj. Sinqerisht, nuk është shumë e dobishme. Më pas vjen pjesa me superin tënd. Për këtë ka 3 variante. Për të treja do të duhet superi dhe dashi i gjatë pa përjashtim. E para është thjesht të hedhësh topin dhe ta marrësh përsëri. Duhet ta dish që për ta bërë këtë, të duhet patjetër një lidhje e mirë interneti, kështu që nëse shpesh ke probleme me buge ose vonesa, do të jetë shumë e vështirë. E dyta është e njëjtë, por e bën kundër murit, dhe e fundit është të hedhësh topin, por të mos bësh dash menjëherë, që të mund të përdorësh të gjitha dashet dhe të shkosh shumë larg. Nuk mund të them saktësisht se kur duhet të përdorësh secilën prej tyre. Thjesht duhet të zhvillosh një lloj ndjesje loje ndërsa vazhdon të luash. Është pak e vështirë për t'u shpjeguar, por sa më shumë të luash, nuk do të kesh asnjë problem të shënosh gola të shkëlqyer. Siç thash, do t'ju tregoj disa lëvizje nga ndeshjet e vërteta ku do ta ndal lojën për një moment. Ndoshta duke u përpjekur të kuptosh çfarë mund të kisha bërë unë, do të ndihmoj ta bësh vetë në ndeshjet e vërteta. Kështu që le të fillojmë.